Elhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. E falenderojmë Allahun, e pastaj dërgojmë përshëndetje Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam. Të nderuar besimtar, nuk kanë vetë se edhe momentet të pakta dhe ne po e përmbyllim një muaj të begat. Kjo nga se caktimi i Zotit është i tillë që çdo gjë që ka një fillim në këtë dynja, ajo e ka edhe një mbarim, dhe i tillë është edhe muaji Ramazan. E në përfundim të këtij muaji, o të dashur besimtar, besimtari sa është i gëzuar, ai është edhe i mërzitur, por edhe i friksuar. I gëzuar nga se Allahu ja mundsoi të e agjeroj një muaj të tërë, të falë namaznate, të lexoj Kur'an. I gëzuar nga se e kaloi një muaj të tërë i përulur ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala, e me të drejt e ka të gëzuat. I mërzitur nga se po largohet një mysafir i veçantë, po përfundon një muaj i begat, që të mirat e tij janë të shumta, shanset për të fituar janë të mëdha, e për këtë padyshim që besimtari mërzitet. Ai është edhe i friksuar nga se atë që e punoi në Ramazan nuk e din, ai është pranuar apo i është refuzuar. Ishte nëna e besimtarve Aisha radhiyallahu anha, e cila një ditë e pyeti të dërguarin sallallahu alaihi wasallam dhe i tha: "Ja Rasulullah, o i dërguar i Zotit, Allahu thot në Kur'an: "Walladhina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajila." Ata të cilët i japin prej asaj që Zoti u ka dhënë dhe janë të friksuar. A janë ata të cilët yashrabuna al-khamra wa yasrukun? A është për qëllim në këtë ajet që janë të friksuar ata të cilët pinë alkoolin dhe vjedhin? I dërguari sallallahu alaihi wasallam i përgjigjet dhe i thot: "La ya bint as-siddiq." Jo, o i bija e Siddiqut. Ata të cilët janë të friksuar, ata të cilët Allahu i përmend në Kur'an, humul ladhina yasumun, janë ata të cilët agjerojnë, o yusallun, edhe falin namaz, o yatasaddaqun, edhe japin prej asaj që ne u kemi dhënë. O yatasaddaquna wa hum yakhafun, ata janë të friksuar nga se nuk e din atë që e kanë bë, a i është pranuar apo i është refuzuar. Në ajetin tjetër Allahu thot: "Humul ladhina yusari'una fil khairat." Janë ata të cilët nxitojnë për në kryerje të punëve të mira. Elusmi Zotin që Zoti të na pranoj atë që ne kemi bërë në këtë muaj të bekuar. Çdo adhurim, çdo dua, çdo namaz, çdo lutje, çdo lexim të Kur'anit, çdo sadak që kemi jap. Elusmi Zotin që Zoti të pranoj prej neve, e të mos na bën prej atyre të cilët janë të dështuar dhe janë të refuzuar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.